gjatë bombardimeve kam qenë në banesën time, së bashku me prindërit e mi. Dhe këto vrasjet, plagosjet dhe keqatimet fizike kanë ndodhur mbrana në shtëpi të veta. Ka qenë në prani të forcave të KFOR-it dhe të UNMIK-ut. Familjarë të viktimave kanë përkujtuar natën e tmerrit ndërmjet datës 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000 në veri të Mitrovicës. Para 26 vitesh, nga një grup i armatosur serb, u vranë 10 shqiptarë dhe u plagosën 25 të tjerë. Ndërka sot kujtohet 26 vjetori i kësaj masakre tek ura përkombësor, ku është vendosur një pllakë përkujtimore. Po ashtu në orën 12 u mbajt edhe ekspozita për t'i kujtuar të vrarët në vitin 2000 në Mitrovicë. Kuadër saj ka qenë edhe nëna ime, Sebia Brashi. Atë natë ka qenë një natë e tmerrshme për arsye se është bërë në prezencën e forcave të KFOR-it dhe të UNMIK-ut, pra realisht afër 6 muaj pas përfundimit të luftës. Ka qenë e organizuar shumë mirë nga ana e strukturave serbe për pastrimin etnik të shqiptarëve. Ka qenë një natë e tmerrshme, realisht vrasjet janë bërë pa dallim gjinie, pa dallim moshe, në mënyrën më barbare. Fatkeqësia është se edhe pas rastit, pas 26 viteve, ende nuk ka drejtësi sa i përket viktimave të asaj nate. Nuk është dënuar askush, edhe pse dihet shumë mirë kush ka qenë në krye. Ka qenë në prani të forcave të KFOR-it dhe të UNMIK-ut, pikërisht kur ata janë dufme na siguru neve sigurinë. Realisht ne kemi gjetë vdekjen në banesat tona. Bombardime kam qenë në banesën time, së bashku me prindërit e mi. Ajo natë përkujtohet si natë e kopshme për popullatën shqiptarëve që kanë jetuar në pjesën e okupuar të Mitrovicës, përkatësisht në lagjen Ibri, ku bandat kriminale qetnike serbe po shkatruan 10 shqiptarë, 6 femra, 6 moshkuj, në mesin e tyre një fëmijë 13 vjeçar. Plagosën me armë zjarri 25 të tjerë, pa dallim moshe gjenie, keqtrajtuan shumë rënd fizikisht në mënyrën më barbare, 93 shqiptarë, ku 2 prej tyre pastaj me 27, përkatësisht me 28, shkurt vitit 2000, vdesin në spitalin e Prishtinës. Po atë natë bohen me dhunë mira shqiptar nga shtëpit dhe banesat e tyre nga bandat kriminale qetnike serbe dhe këto vrasjet, plagosjet dhe keqatimet fizike kanë ndodhur mbrana në shtëpi të veta, jo rrugëve, po mbrana në banesa dhe shtëpi. Institucionet e rendit dhe drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare duhet që sa më parë aktorët të cilët kanë qenë organizatorët dhe protagonistë e këtyre krimeve të llahtarshme, sa më parë të jenë para sistemit të drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Qytetarë shqiptarë në veri të Mitrovicës janë vrarë, plagosur dhe dëpërtuar duke realizuar planin famkeq për pastrimin etnik të shqiptarëve në pjesën veriore, të cilët asnjëherë ne nuk duhet harrojmë se kanë qenë shumicë edhe para luftës në Kosovë.